Ekskavatorët në pamje të gjirura tregojnë për punët dhe investimet në zgjerim dhe shtim të numrit të gjethëve në vijim në fermën Elit 95. Ekipi i bujkut të RTK-s ishte ndër 3 ekipet që e patën privilegjin e ndjekjes punimeve të konferencës për digitalizim të bujqësisë. Pas vizitës, Nikoqiri me kënaqësi pranoi bisedë për shfaqjet e disa detajeve me interes për bujqit e Kosovës. Значи средствата са инвестирани тук във всяка една от програмите, които ползваме. Unë jam menaxher i fermës dhe jam krenar për punën që bëj, por edhe për punën e kolegëve. Rezultatet rriten nga viti në vit. Rezultatet e mira kanë bazë edhe në vizitat dhe tajnimet e shumta të organizuara në vendet me blegtori dhe industri të zhvilluara për punuese të qumshtit. Pastaj kemi punuar në përmirësim të racës duke u furnizuar me material gjenetik nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadaja dhe Holanda. Pronarët fillimisht me kapital vetanak investuar në ringjallje apo ngritje të kompanisë sonë. Pastaj, sikur dihet, Bullgaria është anëtarësuar në Bashkimin Evropian. Sikur dihet, Bashkimi Evropian investon shumë në bujqësi dhe ne ishim shembull për t'u ndihmuar për thithjet e fondeve të atjeshme. Sot jemi të gjithë të kënaqur me punët e deritashme. Natyrisht që jemi ndihmuar edhe nga shteti. Subvencionohemi për kokë të gjethit 700 lev ose 350 euro. Natyrisht që pjesë e investimeve shënohen edhe nga kredimarrja. Kredit për bujqësi në Bullgari kanë prioritete dhe nuk veçohen për kamata më të larta se 4 deri 5%. Më pastaj vizituam farmën Dimitrovi 2002 në Ihtiman afër Sofjes. Në sipërfaqe 100 hektar në kushte ideale bëhet mbjellja patatës. 2 traktor mbjellin dhe dirigjohen me GPS. Mbjellja bëhet në mënyrë të përkryer, kurse pronari tregon me kënaqësi për rezultatet e digitalizimit të zbatuar dhe në punë vaditëse. Sipas tij, në kohën e socializmit kjo tokë është vaditur përmes kanaleve me rënje të lirë. Sot kanalet e atëhershme janë jashtë përdorimit, kurse për vaditje është investuar në puseta. Këtu mesatarja prodhuese me patate për 1 hektar është 40 deri 50 ton. Mesatara që arrihet edhe në arat e vushtrisë. Vlen të theksohet fakti që edhe fara për mbjellje kryesisht është nga Agrico e Holandës, me së shumti varieteti Agria. Kultivar ky shumë i dashur dhe i preferuar nga primtarët e vushtrisë. Kompania ka qindra hektare të kultivuar edhe me grur. Do të thotë kjo vizitë për juve këtu si kuadër profesional i jashtëm, por edhe si farmere e re. Kjo vizitë është mjaft e rëndësishme dhe përvojë mjaft e mirë për mua si fermiere e ardhshme, por edhe si studente. Po i shohim në praktik ideologji dhe praktikat e reja cilat po zhvillohen këto në vendet e Bashkimit Evropian. Dhe po shohim digitalizime i cili po bëhet. Mendoni që është Kosova ofër digitalizimit të fermës apo është larg? Besoj që në vitet e ardhshme edhe kjo praktik do të filloj të zbatohet në vendin tonë, pasi që po shihet që këto kanë një sipërfaqe mjaft madhe dhe dihet që në Kosovë parcelat janë mjaft vogla, ato të cilat mbillen nga fermerët. Do thotë është vërejtë që në Kosovë nuk ka parcelat të mëdha, kurse është pikërisht kjo këtu ku janë 100 hektarë të mbjellur me patate në një parcel. Ndërkaq apo përputhen ligjëratat e profesorëve me praktikat që këtu po vrejni. Përputhen deri dikon, pasi ligjëratat zakonisht i kemi mbajtur vetëm teori, shumë pak praktik, dhe këtu po shihet në praktik puna. Do të thotë, është formësim, betonim i dijes këtu. E në cilin vit jeni, çka studioni, cilën deg të fakultetit? Jam në vitin e 2 master, fakulteti bujqësisë, drejtimi ekonomia e bujqësisë dhe ushqimet. Tash, a do qeni ju profesioniste, eksperte bujqësore, apo edhe farmere? Besoj që dyat, edhe si profesioniste, por edhe si fermiere. Po tash, a merreni diçka konkretisht me bujqësi? Po, për momentin mirë me bujqësi, kam të mbjellura mjedra, varieteti me kar. Për momentin jam në fazën e 2, vitin e 2, dhe po presim këtë vetë rendimant. Si shkon vitin e kaluar, nuk ka qenë bashkëmirë, s'keni qenë të kënaqur me çmimin ndërkaq? Nuk ka qenë çmimi mjaft i kënaqshëm, pasi kemi pritur, ka pas rendiment mjaftueshëm dhe kemi pritur një çmim pak më të mirë.